Publikohen tani sepse është Trump i cili do të bëjë ndryshime. Është i president që në funksion të çfarë? Po në çdo ndryshime shumë të mëdha në politikën amerikane dhe vazhdon me këtë teori psikologji të vazhdojë të bëjë këto ndryshime të mëdha. Ai është ka psikologjinë e një biznesmeni dhe do të bëjë edhe me politikën në këtë bëjë formë drejtime dhe ndryshojnë këto ligjet, ndryshojnë ligjet sipas për kuptimit të biznesit. A mendon se fshe shteti diçka në emër të sigurisë? Shteti gjithmonë fshe diçka në emër të sigurisë, çdo zbulim i ri monitorohet mirë nga Ministria e Mbrojtjes, nga shteti, nga rregullat, pastaj publikohet mund të jetë rrezikshme. Çdo zbulim gjithmonë shihet me kujdes, pastaj zbulohet, pastaj hidhet në treg dhe hapet. Gjithmonë, edhe kompjuterat shumë kanë qenë. Janë vonuar mbi 10 vjet, derisa doli qarku i integruar në publik. U mbajti fshehur, u përdor në Austria amerikane dhe më vonë në vitet 70, në fund të viteve 70, u hap domethënë dhe u publikua dhe nisi epoka e çipave të integruar e kompjuterit. Domethënë çdo zbulim i ri bëhet një herë, ruhet, pastaj nxirret. Publikohet për popullin. Kjo është, por nuk mund të themi të shkojmë deri në fundin ekstrem, do të themi që ka alien dhe alienët mbahen të fshehur. Nëse një alien do vinte nga fundi i universit, nuk mund të bëhej do të fshehur nga një qeveri toksore. Domethënë alienët do vinin dhe do hapeshin shumë në tokë. Do merrej vesh, nuk ruhet dot informacioni. Dhe alieni ka tendencë të përhapet, të flasin, të bëjnë ndryshime, të tjera. Ne shpresojmë na vi nga një specie aliene zyrtarisht në tokë. Mos vi nga një tregtar që ka për tregtar alien, që ka për qëllim fitimi, e të shkatroj tokën me qëllim për përfitimin personal. Domethënë me teknologji shumë të mëdha, varet se kush cili person alien e ka në dorë dhe ne do jemi në dorë të një personi alien. Nëse vjen një përvajsim serioz alien, do ishte një kontakt i parë shumë i mirë, shumë pozitiv. Përfaqësim serioz alien, po më vjen një pyetje në mendje. Zoti Beqini, në 2026-ën, në kontekstin e kësaj që po thot zoti Buneci, të na vi një përfaqësi e mirë aliene këtu në tokë, edhe të jenë, le të themi, ata që ndrojnë rrotën e historisë pozitivisht. Pse ende nuk kemi, le të themi, forma për të komunikuar me ta apo për të çuar sinjale? Po nuk kemi forma sepse para punës ata mund të jenë jashtëzakonisht larg dhe s'kan ardhur kurrë në tokë. Mos kemi folur sepse ata kanë teknologji të cilat ne nuk i kuptojmë dhe nuk përdorim të njëjtën teknologji, nuk kemi të njëjtin nivel teknologjik me ta. Mund të ketë shumë arsye, ose thjesht nuk duan të na flasin, ose thjesht na flasin por ne nuk kemi dëgjuar, nuk e kuptojmë gjuhën e tyre. Janë shumë faktorë. Por në një farë mënyrë, nëse mendojmë që alienët kanë ardhur tek ne, sepse është kjo pjesa e pse nuk flasim me ne, nëse ata arrin të vinë në tokë, duhet kuptojmë që ata janë teknologjikisht shumë më të avancuar se ne. Po bëj një krahasim që pse supozon këtë? Pse supozoj që ata janë teknologjikisht më të avancuar se ne? Sepse ne na duhet 10 ditë për të shkuar dhe për të ardhur nga hëna me 1001 probleme, ndërsa ata janë gjendën të udhëtojnë në hapësirë, të vinë nga një planet shumë i largët në planetin Tokë. Kështu që ata absolutisht teknologjikisht, nëse kanë ardhur gjithmonë, janë shumë herë më të avancuar se sa ne. Dhe janë të bëjnë një krahasim siç ishin kolonizatorët europian kur zbritën në kontinentin amerikan. Diferencat në teknologji dhe në infrastrukturë ishin jashtëzakonisht të larta, ishin jashtëzakonisht të mëdha dhe besoj mbani mend pasojën se çfarë ndodhi. Kështu që pse kemi ngelur ne në këtë stad dhe pse ata që kanë në këtë supermaci për sa i përket zhvillimit teknologjik dhe jo vetëm. Po mund të kemi ngelur në këtë stad sepse ne nuk kemi pasur kohën e mjaftueshme për të përparuar në mënyrë të jashtëzakonshme. Mos harroni që njeriu është relativisht i ri në tokë. Pra njeriu modern, Homo sapiens është diku ke 300.000 vite i vjetër. Dhe ne shumicën e kohës kemi qenë në epoka e gurit dhe pastaj me radhë kemi pasur përparimin teknologjik. Sot jemi në një periudhë shumë të zhvilluar teknologjike, por sërish kemi deficiencat mëdha sepse ka një arsye shumë fort. Ne jetojmë në një planet i cili është në një shkëtir nga pikpamja e jetës. Universi është një shkëtir, më saktë, pjesa rreth rrotullt nesh është një shkëtir pa imagjinueshmërisht gjigande sa i përket jetës,
kushtet për jetesë janë shumë të kufizuara rreth rrotullave, për mos më thënë inekzistente, përveç se tokës. Dhe kjo ka bërë që ne ta shohim me një sy tjetër largimin nga toka. Një nga arsyet pse nuk kemi më misione ose misione për të larguar nga toka. Shumë e vështirë të ta bësh. Zoti Beqini, jemi nëse ne do vinë alienët, do të thojë, nëse do vinë alienët nga pikpamja sociologjike, ndryshimi absolutisht i madh do të jetë që më në fund njerëzit do kenë një armik të përbashkët, që do jetë raca aliene, dhe më në fund ne do lëmë më njanë të gjitha zënka midis njëri tjetrit dhe ne do bashkohemi në një gjë të vetme. Nëse doni pak konspiracion, mbase mund të jetë kjo arsye pse ne e mbajmë mitin e alienëve. Interesante kjo. Kjo është interesante, po meriton. Na ndihmon të bashkohemi, sepse jemi njerëz funditës, jemi gjithë njerëz. Na ndihmon të bashkohemi kundra, se vërtet, ndryshe nga Heraldi, unë mendoj që ai që do vi nuk do jetë aq dashamirë sa që bëjmë ne, jo se do jetë i keq nga natyra, por sepse kur një lloj shumë i avancuar takon një lloj shumë pak të avancuar, zakonisht historia ka treguar, dhe me siguri historia kozmike do tregojë që lloji i avancuar dominon. E kuptova. Kjo mbetet për një emision tjetër kur të vërtetojmë një herë që ekzistojnë alienet. Po unë doja të të pyesja, ne është një pyetje për dy në fakt sepse jemi në fund. Jemi e njëjta gjë apo nuk jemi e njëjta gjë? Pra, në përmbajtje në strukturë, biologjikisht e keni fjalën. Biologjikisht. Po. Okej. Jo më larg se sot kisha një diskutim me një kolegun e kimisë i cili po më thoshte që ne jemi dhe por i strukturuar në një mënyrë. Shumë interesant. Përbërja e trupit njeriut është përbërje e dheut, në thonjza, por e strukturuar, në një formë të strukturuar, shumë të mirë strukturuar. Po? Tani, se si do jetë alieni, ne nuk e dim, ku dimin biologjik fjalës, ai mund të ketë organe që ne nuk i kemi, ose ne kemi organe që ata nuk i kanë. Por është shumë e mundur, nëse është qenë inteligjente, është shumë e mundur që do ketë një strukturë të ngjashme me tonën, të paktën në pamje. Pra, në pamjen e jashtme. Pra, me dy duar, ose duar për ndërtuar, nuk ndërtosh me këmbë në një farë mënyrë. Do jetë një tru i madh, mund të jetë qenie edhe më e madhe se sa ne. Kam lexuar artikull dikur që po shkruanin për shembull si mund duket një alien, që ka shumë mundësi që një alien të jetë më trup madh se sa ne. Ka shumë mundësi. Për shkak të janë disa analiza statistikore që s'është vendi që ti diskutoj. Por nga kjo pikpamje, me shumë mundësi biologjia mund të jetë ndryshme, por evolucioni ose linja evolutive që ka ndjekur ai me shumë mundësi do jetë e ngjashme, jo në përmbajtje, pa jo në detaje, por në të përgjithshmen. Evoluimi është karakteristikë universale, kështu që me siguri dhe ai do të evoluan në një linjë caktuar e gjallësave aliene. Një opinion për këtë, zoti Buneci, edhe nga ju, përpara se t'ju përshëndes, jemi në fund. Mund të themi që specat aliene do jenë një kategori formash të ndryshme, ashtu siç është dhe jeta këtu në tokë. Me miliona lloje speciesh, sipas vendit edhe specia do evolojë. Por speciet më të avancuara do t'i përngjajsojnë gjithmonë më shumë formës njeriu. Sepse është evolucioni ai që e drejton objektin që lëviz jetën. Sipas vendit të natyrës, edhe forma e alienit do ketë pak a shumë formën e njeriu. Nuk mund të ketë forma të ndryshme. Të gjitha format e tjera eliminohen nga evolucioni. Jeton vetëm forma më e mirë, më perfekte, që ne kemi parë këtu në natyrë në tokë, që është forma e njeriut. Vjen forma nga mikrobet, ato peshqit, vjen nga pemët,